Ja, ku rikthehemi sërish në studio dhe ashtu si që paralajmëruam, do e fillojmë bisedën dhe emisionin me Blerona Ismailin, një nxënëse, një vajzë e re me shumë entuziazëm në sferën e letërsisë, por jo vetëm. Përshëndetje Blerona, mirë se erdhe. Jam shumë e kënaqur që jam pjesë këtu bashkë me ju. Vak, ne po shifemi për të 4 herë me radhë, jemi parë për çdo vepër cilën ne ke shkruar, ne kemi këtu gjitha veprat e kaluara dhe kjo e sot më mëtoj pak se ku e gjen motivimin për shkruar. Është një pjesë e jetës në të cilën unë e bëj me shumë dashuri, me shumë qef, më kënaq shpirti kur ulem dhe shkruaj librat e me, sidomos këtë të fundit të 4-tin, që është me aforizma psikologjik, që më kanë ndihmuar edhe mua edhe më shumë të zhvilloj më shumë mendjen, të bëj një mendje të hapur, të jap emocionet, por gjithashtu edhe t'ju ndihmoj edhe të rinjeve. Në fakt, librat e tu për dallim nga shumë autor, edhe le të themi kështu të mirënjohur, të cilët njihen për fushë caktuar, njihet që një autor shkruan vetëm për libra romantik, vetëm për dashuri, po tjetri pas për tematika tjera. Në fakt, në rastin tënd nuk është ky. Ti ke filluar me libër për matematik, një dashuri e jotja e parë nëse zgaboj, dhe më pas mund të na ecësh pak deri te rrugtimi, deri te libri i 4. Libri i parë që ishte në lëndën e matematikës, që është libri im i parë, kam filluar për shkak dashurisë së madhe ndaj lëndës së matematikës. Ka qenë një libër jashtëzakonisht i mrekullueshëm, që unë e kam bërë me shumë përkushtim dhe qef, duke dashur që t'ju ndihmoj të rinjeve, prej moshës më të vogël për edhe atyre edhe më të mëdhenj. Pas të librit të para, kisha menduar që unë mundem të shkoj edhe për librat e tjerë, me tematikat të ndryshëm, kisha besim në vete, pas të erdhi edhe libri i dytë, Ania Teqe Anike Dies, një libër që është i kushtuar ndaj profesorëve dhe profesoreshave për gjeneratave të tëra, që kanë dhënë maksimumin e tyre, dhe pas të edhe me libër të tretë, psikologjik, që nuk je vetëm, një libër që edhe me anë të këtij libri deshta t'ju ndihmoj të rinjeve në përgjithësi që mos të mendojnë që pas të themi një ndodhie të keqe, që gjithçka do të mbaroj mirë, po ajo është vetëm një fillim që të tregoj që t'je një i ri i fortë dhe mund të vazhdosh përpara, dhe si në fund libri i 4, që është gjithashtu libër psikologjik, me aforizma psikologjik, që edhe me anë të këtij libri, që dikun ka 153 aforizma psikologjike të ndryshme për situata të ndryshme për të rinjët, që me anë të këtij libri do të gjejnë shumica e të rinjeve vetën. Në fakt, libri i dytë ka të bëjë me shkollën e mesme ku edhe unë kam përfunduar edhe ti për momentin me Zefrush Markun, edhe është pikërisht një anije oqeanike, dhe më pas ti nuk je vetëm nëse zgabojsh pak më tepër me bulizmin, me ato sfida që ju përballeni çdo ditë. Si që thash, libri i tretë është një libër më shumë më voluminos, në të për cilin kam pasur shumë kujdes me ato se çka kam dashur të them, për shkak se që me anë të lexuesit të përcjellet sa më mirë dhe sa më kuptueshëm. Është një libër në për të cilin kam dashur që të tregoj që, domethënë, çdo i ri mund të kalojë në sfida të ndryshme, në situata të ndryshme, qoftë në shkollë, por edhe jashtë shkollës, të kuptoj që jo gjithçka është ashtu siç duket. Çdo i ri është i veçantë, çdo kush është i bërë për diçka, dikush është më i mirë në disa lëndë, dikush është në sport, në shkrim dhe në sfera të ndryshme, dhe jo çdo fëmijë duhet të nënçmohet, të ulet poshtë, të thuhet që ti nuk mundesh, për shkak se çdo i ri është i krijuar për diçka dhe mund të arrijë aty ku don vetëm nëse ka besim në vete dhe nuk i dëgjon fjalët negative të të tjerëve. Libri 4 të Mira ndjenja asnjë fjalë vjen vazhdimsi e temës psikologjike, po me aforizma. Më thoj pak, përse dëshira që të vazhdosh të shkruar për psikologji, unë pa e mbaj kështu librin? Tema e psikologjisë është një temë e cila më prek dhe më ndihmon gjithashtu edhe mua që të kem një mendje sa më të hapur, të stabilizoj edhe emocionet e mia, por edhe të rinjeve të tjerë. Me anë të këtij libri kam dashur të tregoj me aforizma të ndryshëm që kam shkruar, të tregoj që çdo fjali që është e shkruar tregon diçka për çdo të rinj. Çdo i ri mund të gjejë aty vetveten dhe pasi të lexoj të thotë që edhe unë kam kaluar këtë situatë dhe e të i kalova, ja ku jam sot. Çdo aforizëm është i veçantë në vete, ka ngjarje të ndryshme që edhe mua si e re më kanë ndihmuar shumë.
Cilat do të kishin qenë ato situata ndoshta që të kanë motivu për ta shkruar pikërisht këtë? Unë e thash në fillim të fjalit, sepse fatkeqësisht ose fatmirësisht gjithë e kalojmë këtë moshën e adoleshencës që është pikërisht periudha e shkollës së mesme dhe ndonjëherë problemet duken shumë të mëdha, shumë të patejkalueshme, në fakt kur i shen nga një këndvështrim tjetër pastaj janë gjëra shumë të vogla të cilat shumë lehtë kalohen. Është një periudhë specifike, mund të them, për shkak se edhe vetë jam në këtë periudhë, ndonjëherë janë ato emocionet të cilat na kaplojnë dhe nuk na lejnë të vazhdojmë, të bëjmë gjërat që ne duam, për shkak se kemi ato mendimet se si do të shohin të tjerët, çfarë pasqyre do të kemi ne tek të tjerët, qoftë moshatarët tonë, qoftë edhe më të rriturit. Mirë po, nuk është ashtu, ajo është vetëm mund të them një gjendje momenti, për shkak se ajo te kalohet pastaj, si sa të jo janë gjëra të vogla që kur të rritemi mbas një periudhe kohore të shohim se për çka jam mërzitur për asgjë, me një fjalë, është një periudhë e cila mund të themi që duhet ta ançmojmë shumë, ta ruajmë, të mbajmë mend, për shkak se kjo është periudha ndër për të cilën ne zhvillohemi, rritemi, mendojmë, kuptojmë gjërat, edhe pse gabojmë, gabimet janë pjesë të jetës tonë, ndonjëherë duhet të kuptojemi me to, të jemi pjesë e tyre gabim, për shkak se këto gabime na ndihmojnë që ne të rritemi dhe të kuptojmë se kush jemi ne në të vërtetë. Ta ndajmë, diçka që pëlqej më shumë nga autorë është që ata vetë të ndajmë pjesën më të bukur ose ajo që ju ka lënë më shumë të përshtypje, kështu që të lutem merre një ekzemplar edhe na tregon cili aforizëm ty të lënë më shumë të përshtypje që e ke shkruar vetë. Po, të gjitha aforizmat janë të bukur, cili është i veçantë, mua të gjithë më pëlqejnë. Mirë po, një që të cilin e vëqoj më së shumti, është kjo, thotë, jeta jote nuk është e jotja nëse gjithmonë të intereson se çfarë mendojnë të tjerët për ty, dhe ka një përshkrim të vogël këtu, ku thotë, kur jeta drejtohet nga pritshmëritë e të tjerëve, humbasësh vetveten. Çdo zgjedhje bëhet për të pëlqyer të tjerët, çdo abdikohet nga frika e gjykimit dhe çdo ëndër ngadalësohet nga shqetësimi se çfarë do të thonë të tjerët. Është një aforizëm ku tregon që në momentin që një i ri bën ato të cilën ai ose ajo e pëlqejnë dhe se ndjehet mirë me atë, e gjen veten aty, nuk do të marrim parasysh se çfarë mendojnë tjerët, është ajo e mirë për të tjerët. Në qoftë se ti ndjehesh mirë me atë që po e bën, atëherë tjerët nuk kanë fare rëndësi. As nuk duhet të mendojmë, të lodhin veten me ato gjëra, vetëm të vazhdojmë që të arrijmë aty ku ne duam. Po mirë, po, kjo është pak e rëndë, sepse në të kaluarëm shumë prindërit tanë janë rritur në një botë fizike, ose me kontakt fizik, kurse gjenerata jote dhe gjenerata ime jemi rritur në një botë online, edhe sa në fakt është e rëndë të mos e krahasosh veten, sidomos me ato videot e shkurtra në rrjetet sociale. Krahasimet nuk janë fare të mira, edhe nga të rriturit, por edhe nga moshatarët të cilët krahasojnë veten me të tjerët, për shkak se siç thash, çdo fëmijë është i veçantë në vete, nuk duhet të kemi atë mendim që ose të garojmë. E kam fjalën për të kemi xhelozi negative, pozitive, pse jo? Pse mos të marrim shembull gjërat pozitive ndaj të tjerëve, dhe të marrim edhe ato të transmetojmë te veta jon, mirë po ndonjëherë nuk duhet të jemi aq të brisht me veten dhe mos ta duam veten aq shumë dhe ti themi ndonjëherë vetvetes se pse do nuk e arrita atë që e rriti tjetri. Ndonjëherë duhet të jemi të qetë, ta duam vetveten dhe ti themi që të bëjmë ato që ne kemi dëshirë, jo sepse shohim të tjerët ose sepse na imponohet nga dikush tjetër. Po më thuaj, sepse derisa ka dalë në botim, ti e ke pas në duar të tua këto aforizmat vetëm për veten edhe për familjarët, sa shpesh ndoshta ti rikthehesh këtyre aforizmave që vetë i ke shkruar? Është shumë herë, ndonjëherë kur ulem dhe ndonjëherë edhe që nuk ndihem mirë, më vinë mendimet, mendoj shumë gjëra të ndryshme. Kur kapi librin dhe filloj të lexoj aforizmat prej nga e para deri tek e fundit, më ndihmojnë shumë. Dhe çdo aforizëm ka atë e cila të fut edhe më shumë në mendime, të mendosh dhe të thuash çka do të bëj, si do të kaloj, për çfarë jam unë, si do të arrij aty ku unë dua. Këto gjitha mendime vinë sapo filloj që të lexoj këto aforizma. Po ka pas momente kur ndoshta ke qenë duke shkruar edhe ke thënë po ngadalë, sepse edhe unë kam rënë këtë grack. Është me një farë fjalë është një grack e mirë, për shkak se të ndihmon të ecësh përpara, pa marrë parasysh pasojave. Është një gjë e mirë për shkak se kur kam filluar të shkruaj këto aforizma njëra pas tjetrës, secila ishte më e fuqishme se tjetra dhe më ndihmonte të krijoj diçka të re. Secila ndonjëherë më kujtonte ndonjë situatë që unë kam kaluar, që kam dëgjuar ndaj moshatarëve të mi, edhe gjë që më ndihmoi edhe shumë.
Po si presin rrethi, familja, shoqëria, sidomos të rinj tjerë të gjeneratës tande këtë krim të ri? Shumë bukur, sidomos librin e fundit, librin e 4, është pëlqyer shumë nga të tjerët, sidomos nga moshatarët e me, kur kanë kapur librin në dorë dhe kanë filluar të lexojnë ato aforizmat, secili moshatar gjente veten aty tek një aforizëm. Për shembull, nëse lexon ndonjë aforizëm më të mirë, edhe unë këtë e kam përjetuar. Disa thoshin që kjo më pëlqen, unë këtë e kam dëgjuar nga një tjetër, dhe gjë që më bëj të ndihem shumë mirë. Cilat janë ato brengat më të mëdha që gjenerata jote ka? Sepse ti e viti tret, vitin e ardhshëm do të dalësh nga krahët e arsimit, po edhe të prindërve, se vetë më bëhesh një 18 vjeçare dhe bëhesh individ i plot, kështu me drejtat plota, po cilat janë ato sfidat me cilat përballen gjenerata jote sot? Në këtë moshë jam unë, po edhe shumë të rinj, një sfidë që unë mendoj që të tjerët e mbajnë si barë është se çka do të vazhdoj unë, ku do të shkoj, a do të arri aty ku unë dua, ndonjëherë është edhe mendimi se çka nëse gaboj, marr ndonjë drejtim në të cilën domethënë ndonjëherë edhe ndoshta nuk është për ty, mirë po ti je në ato moshë që mund edhe të gabosh. Por nuk është edhe atë çket, ti dëgjojmë edhe prindrit, ti marrim mendimet, prindrit janë më e mira për ne, duan më të mirën për ne që ne të arrijm sa të mundemi, aq më lart se to, dhe ndonjëherë të na udhëzojnë për ndonjë drejtim që ato mendojnë që ne jemi, është mirë që ti dëgjoj. Po për shkak se ti në fakt që shumë e re, në çfarë moshe ishte libri i parë? Libri i parë ishte në vitin e parë, në fillim të vitit të parë. 3 vite në mënyrë aktive Vlerona shkruan, e sheh veten diku jashtë letërsisë? Jo, nuk e shoh. Kjo është një rrugë në për të cilën unë do ta ndjek deri në fund, edhe nëse zgjedhem ndonjë drejtim jashtë letërsisë, kjo nuk do të thotë që unë do të ndalem të shkruaj libra, ndoshta do të vinë libra edhe shumë të tjerë edhe më të mirë po edhe pse jo të shkruaj edhe libra ndoshta në atë drejtim që unë do të zgjedh. Po, një hall që kanë profesorët shumë shpesh është inteligjenca artificiale, që fëmijët tashmë nuk shkruajnë, të rit nuk shkruajnë. Ku e gjen motivimin Vlerona për shkruar dhe sa sfidë është edhe inteligjenca artificiale në këtë kohë? Unë këtë e bëj me shumë dëshirë dhe dua që edhe të rinj të tjerë të fillojnë të shkruajnë, për shkak se kur ti shkruan, shpreh ato ndjenja që nuk mund t'i thuash me fjalë. Nuk mund ndoshta të shprehësh tek të tjerët dhe kjo të ndihmon shumë që ti edhe të gjesh veten, të shohësh se të ndash të mirën, të keqen, të shikosh se çfarë do ti, çfarë nuk don, cilat gjëra të bën ty të ndihesh mirë dhe unë kur shkruaj kjo më bën të ndihem shumë mirë. Kjo është e bukur ta dëgjojmë. Je duke shkruar librin e ardhshëm? Po, është libri Në lëndën e matematikës. Do të jetë një libër më voluminos me tema më të nivelit më të lartë dhe ajo do të shkon pak më shumë kohë, për shkak se detyrat janë më specifike dhe duhet të them një përqendrim i madh, një përkushtim i madh dhe edhe pse jo edhe ndoshta edhe një kontrollim edhe të 2 herë, 3 herë që të jetë saktë gjithçka. Matematika unë tash është një dashuri e parë, tash në konceptin e asaj se edhe libri është i pari, ndoj pak sa ku është dallimi midis shkruarjes në matematikë për shkak se po shkruan edhe të pestin dhe kur shkruar në letërsi. Në letërsi, të them të drejtën, e kam më lehtë dhe më shumë relaksohem, për shkak se edhe si tash si filloj të shkruaj, më njëherë ato mendimet fillon të hapen, të tregoj veten, nuk kam edhe frikë, edhe nëse gaboj, për shkak se unë them ato që unë mendoj. Ndërsa libri Në lëndën e matematikës është libër më specifik, duhet të kesh kujdes, për shkak se ka të bëjë me detyra, numra, zgjidhje dhe duhet të jetë gjithçka e saktë, për shkak se në shkencat eksakte duhet të jetë çdo gjë e saktë, nuk duhet të ketë gabime. Do i rikthejmë edhe pak psikologjisë, sa Vlerona lexon vetë psikologji? Shumë. Më pëlqen jashtëzakonisht kjo pjesa e psikologjisë. Si thash, është një gjë e cila unë me përmendimin tim mendoj që jo vetëm të rinjve, por edhe më të rriturit ajo ju ndihmon shumë. Sa mendon që ne kemi nevojë për këtë pjesën e psikologjisë, sepse kishte edhe një ulëmtim të fundit i cili tregon se të rinjt nuk lexojnë fare, në fakt ose lexojnë shumë pak. Kjo nuk është mirë të dëgjojmë që të rinjt nuk lexojnë shumë, për shkak se leximi është një pjesë e jetës në për të cilën ne nuk duhet ta lëmë asnjëherë anash, pavarësisht obligimeve që kemi, shkolla, detyrat, gjithçka, ndonjëherë duhet të gjesh një kohë të ulesh, të lexosh. Ndërsa jo
edhe pse jo atë shumë, mirë po ndonjëherë ajo pak mund të ndihmoj shumë, edhe pse nëse nuk je në gjendje ose nuk mendon që ajo do të ndihmoj, mirë po me kalimin e kohës do të shohësh që ajo do të bëjë shumë mirë. Ne jemi drejt fundit bisedës bashk, tregom nëse ke diçka për fund për t'ju thënë shikuesve tanë, ndoshta ku mund ta gjejnë librin nëse janë të interesuar për ta marrë, po edhe diçka për ata që janë gjenerata jotja. Dua t'ju them që librin ta lexojnë, besoj që do t'ju pëlqej shumë, kam shkruar me shumë përkushtim dhe kam munduar të jem aq më saktë që ato të më kuptojnë dhe do ta shohin që me anë të leximit do të mbërinë gjithçka që duan. Do ta kuptojnë veten, ndonjëherë edhe do t'i kuptojnë edhe nga ana e lëmive të tjera se ku mund ta gjejnë veten, si është jeta jashtë, gjithçka. Faleminderit shumë për kohën dhe t'uroj shumë suksese dhe patjetër ne do jemi këtu edhe për librin e ardhshëm. Faleminderit shumë.